Si e vlerësoni zgjatjen me 3 javë të armëpushimit mes Izraelit dhe Libanit që ka njoftuar Donald Trump? Në pamjet parë duket gjë e mirë sepse kur thot armëpushim do thotë më pak bomba, më pak vdekje për njerëzit, më pak shkatrime, por në thelb është i mirë, asgjë nuk është zgjidhur dhe jemi shumë më tepër pranë luftës se sa paqes. Armëpushimi nuk është as luftë, as paqe, është një pauzë në luftë dhe pas armëpushimit ose vjen paqja definitive ose rifillon lufta. Dhe unë kam frikë se jemi më shumë në këtë opsion të dytë, e them këtë sepse nuk shoh të jenë zgjidhur në konfliktin Izrael-Hezbollah ato shkaqet kryesore që të çuan në konflikt. Është një gjë si Irani. Dhe shkak kryesor që të çojë në konflikt, ka çuar në konflikt Izraeli me Hezbollah, nëse Hezbollahu si vend si organizatë ndihmëse e Iranit hedh periodikisht raketa të një përmase më të vogël se Irani, po janë raketa mbi territorin Izraelit, ndonse raketa më të vogla bën shumë dëme sepse është vend kufitar. Libani, pra Hezbollahu në jug, është në kufim me Izraelin, kështu që distanca është më e vogël, ndërkohë që raketat ndonse janë më të mëdha kur nisin nga Irani, duan të përshkruajnë një hapësirë 1500-2000 kilometra. Pra, para aq kohë sa Hezbollahu nuk heq dorë nga sulmet mbi Izraelin, dhe Izraeli do heqë dorë nga sulmet mbi Hezbollahun, por mbi Libanin, dhe kjo është fatkeqësia. Është populli libanez që paguan një çmim të lartë për diçka për cilën ai nuk është përgjegjës. Pra, është paqe e përkohshme, dhe vetëm arritja e kësaj paqe do të ishte sikur Libani të gjithë Izraelin. Libani nuk bën pjesë në atë që quhen marrëveshjet e Abrahamit, pra është një vend që nuk e njeh Izraelin. Ky do ishte një hap i parë, hap i mirë, nëse arrihet në këtë armëpushim, por për paqen prezentare kam shumë rezerva. A rrezikon të përshkallëzojë situatën në rajon fakti që SBA ka deklaruar se do ndihmojë Libanin kundër Hezbollahut? Nuk shoh se si SBA do ndihmojnë Libanin kundër Hezbollahut, për gjë bëhet sot. Ideja është që të forcohet ushtria libaneze, ose ushtria janë dhënë tash material, ka ushtar, por që ka brenda një grup guerilas, është si qeveria meksikane, për shembull, ose kolumbiane, të luftoj apo organizatat kriminale narkos. Është e pamundur. Është e vështirë, kështu që ke pika parë, okay, mund ta ndihmojnë Libanin, që bën Franca dhe një herë thash, me ndihmë ushtarake, që të luftoj Hezbollahun, por nuk është diçka që mund të arrish për një ditë. Hezbollahu është një organizatë kapilare, që shtrihet shumë në masë, në popullat, të gjithë ata që urrejnë Izraelin. Dhe dyta, nuk shoh përshkallëzim, përse do të kishte përshkallëzim nëse Irani, nëse SBA ndihmojnë Libanin kundër Hezbollahut, vetëm nëse po. Përshkallëzimi është nëse ka një plan paqe që sot nuk është formalizuar midis Iranit dhe SBA-ve, dhe këtë plan paqe do të bënte pjesë një pikë. Irani ka qefat pikë, po së realizohet kur, që mos të sulmohen proxit, pra mos të sulmohen vendet dhe organizatat që mbështesin Iranin, dhe që janë sot Hezbollahu në Liban apo Hutit në Yemen, po kur as SBA as veri dhe pranon këtë pikë, kështu që nuk shoh motiv për shkallëzim në këtë pikë, në këtë rast. Shoh vetëm problemin kryesor që Hezbollahu është si Hamasi, është si Al-Qaeda, është si nuk mund t'i fshish këtë lloj strukturash, edhe nëse bëhen struktura që flen gjumë, të futen në një farë mënyrë në gjumë letargjik, pra për rilindin është shumë e vështirë. Duke qenë se qeveria libaneze është zotuar të çarmatosë Hezbollahun, sa realist është ky objektiv në kushtet aktuale politike dhe ushtarake? Sa po thash pikërisht, ushtria libaneze nuk është zotuar sot, është zotuar përpara. Ushtria, shteti libanez.
edhe kishin si deadline, pra kishin si afat të fini dhjetorin në 2025. Meqenëse ky afat kaloi dhe nuk u arrit çarmatosja e Hezbollahut nga shteti legal qendror libanez, kjo i dha shkak Izraelit të ndërhyjë thotë do bëjmë punën që se bëjë si libanez, do bëjmë si Izrael, por do të bëjmë në Gaza, domethënë bashkë me barin e njom djegët statin apo anasjelltas, pra duke eliminuar Hezbollahun, Izraeli sot po bën si në Gaza, po rrafshon dhe rresa, po bëhet edhe me qindra janë 1.600 civil që janë vrarë sot në Liban që s'ka lidhje me Hezbollahun. Pra realiste është dëshira jo vetëm me Libanit, por gjithë dhe Francës dhe gjithë bashkitë kombëtare që Hezbollahu të çarmatoset. Hezbollahu është një shtet brenda një shteti, është sikur në Shqipëri për shembull, ishte jugu sot, i armatosur ishin ato fshatra nga Imara, që janë bashkë me Greqinë, dhe të armatosen. Dhe ti që bën. Kjo është sot Hezbollahu, është një organizat që ka gati gjysmën e territorit të vendit, kur Shqipëria kombini e poshtë ishte kaq me një organizat, e armatos, që shteti qendror nuk ka fuqi të shkojë. Do dëshira është realiste, por mjetet nuk janë. Kur të bëj këtë punë? Dhe prandaj Izraeli thotë, megjithëse bëni do të bëjmë me metodën time, që është metodë që edhe një herë shkon në krimë lufte, sepse është metodë që bështetet shatra. Amerikanët bë fjalë pa që amerikanët të çojnë ushtar në Liban për të çarmatosur Hezbollahun, as imagjinohet. Franca fortë jo, ku që pria një nuk është realiste. Të paktën në një periudhë afat shkurtër. Duhet që vetë popullata libaneze të jetë e ndërgjegjshme që Hezbollahu i kushton një kosto. Duhet vetë popullata të libaneze të bashkëpunojnë me qeverinë qendrore për të shpirënuar, për të treguar ku fshihen pa ku janë bazat e fshehta të Hezbollahut. Gjë që sot shpesh Hezbollahu gjen bështetje tek populli, në popullin libanez në pjesë të jugut, ka aty një urrëti të madh me Izraelin. Sa ndikim mund të kenë takimet e pritshme mes Donald Trumpit, Benjamin Netanyahut dhe Joseph Aoun në stabilizimin e situatës? Shikoni, të takimet e njëherë janë për të organizuar një pushim zjarri. Sepse ky pushim zjarri u intereson në këtë moment edhe shërbave të Izraelit, sepse me anë të pushim zjarri midis Izraelit dhe Hezbollahut, i ka mënyre ky pushim zjarri shoqëron pushimin e zjarrit midis shërbave Izraelit në janë dhe Iranit. Kjo është, pra jemi në dy situata simetrike. Nëse pushimi i zjarrit përfundon në Iran dhe rishton lufta, që do ndodhi dhe Liban. Pa, të tretakohen. Sot, Netanyahu nuk ka asnjë interes të bëjë pushim zjarri. Sigurisht, Izraeli shumë i fuqishëm te Hezbollahu, te Libani. Sot Netanyahu thotë unë e bëj si në Gaza e rrafshoj. Është Trump e një që ndërhyn në mënyrë që të bëjë një pakeç, pra një negociatë globale, por ku shohim sot që nuk ka kalendar për paqe me Iranin. Ku shohim sot që sot janë bashkuar tre grupe navale, pra 3 grupe luftë anijesh në pranë Iranit. Abraham Lincoln, Gerald Ford dhe Bush, i cila me nga 5.000 marinsa, janë 15 marinsa. Domethënë, jemi një hap midis jetës dhe varrit, midis paqes dhe luftës. Askush nuk e di. Dhe situata në Liban është e varur dhe ajo nga kjo situatë më globale me Iranin. Paralelisht me diplomacinë, SBA po përgatitet për ndërhyrje në ngushticën e Hormuzit nëse do të prishet marrëveshja përfundimisht. A është kjo strategji presioni apo është një sinjal për shkallëzim? Është presion, sepse pikërisht SBA e panë që me përshkallëzim, pra me metodë ushtarake, nuk e arritë. Vetë Trump thotë që kemi goditur, ka mund goditesh, gati 50% të objektivave. Ata kanë mas plot detare, kanë flot ajrore dhe Irani nuk kapitulon. Pra nga ana ushtarake, ky vend nuk kapitulon. Atëherë Trump vendosi metodën tjetër. Që për mendimin tim do ta kishte përmbysur, do ta kishte bërë këtë metodë që bën tani, ta kishte bërë në fillim fare, por nesër. Kjo metodë tani e cila është, nuk është metodë ushtarake,
me mitëshake sigurisht, por është metodë e një presioni ekonomik. Domthonë ato që të bëj Amerika e Trumpit ndaj Kubës, ta asfiksoj Iranin ekonomikisht, Irani as mos të shes hidrokarbure nga Hormuzi, po as mos marr importe, sepse Irani importon thuajse gjithçka, është një vend që prodhon shumë pak. Po Irani ç'bën me ato të ardhurat hidrokarbureve, bën ushqime, bën mina industriale, bën mina bujësore. Dhe nëse ti e pret të rrugë importesh, se këto importe vinë Iran nga deti, atëherë plani që bëjnë strategët tani amerikanë bashkë me Trumpin është që vendi mund të shkojë drejt një situate urie, edhe mund kesh greva urie në Iran, edhe pikërisht këtë të regjimi për shkak se njerëzit do kenë më çfarë bëjnë, do kenë oriz, do kenë bukë, do kenë ky është plani, nuk do realizohet. Dhe njëkohësisht Trumpi thotë pra, o do të ishte negociat e mua, do parnosh kushtet e mia, ose ja rreziku që ke, pra ke rrezikun e asfiksisë ekonomike, grevë urie, ose kërcënim urie, ose do kesh pashu dhe një kërcënim ushtarak, që unë e kam gjithmonë gati, flotën, dhe jo vetëm flotën që kisha, por këtë flotë e përforcova, duke sjellur dhe një luftani të tretë. Janë 3 luftani që thash më parë, që janë mbledhur tani rreth Iranit. Kështu që kjo është sot situata, pra Trump po provon diçka të re, po që tregon se Trump edhe një herë u kap i surprizuar. Mendonte se ndërhyrja në Iran do të ishte një ekskursion. Bëri të njëjtin gatim llogaritje siç bëri Putini me Zelenskij në Ukrainën, kur edhe Putini mendoi se për 2 ditë do binte. Këtë bëri Trump, pra është në mbështimi i kundërshtarit. Dhe sot Trump nuk ka më as edhe një tjetër mundësi strategji, po provon këtë diçka të re, po provon asfiksin ekonomike. Por do të them pashtu se Irani është mësuar me embargo. Plus që Irani mund marr furnizime me rrugë ajrore. Sot aeroporti i Teheranit u hap për zhurime ndërkombëtare. Nëse ke një avion kinez që i vjen transportues i madh që vjen në aeroportin e Teheranit, jo nga deti, po nga ajri me furnizime, nuk e shoh të mundshme që amerikanët të luajnë një avion kinez. Kështu që askush nuk e di. Askush. Prandaj sot Trump ka hyrë në një situatë tepër të gjatë dhe vetëm një mënyrë sot është lëj presion me europianët. Europianët janë sot në Kipro, Pitexet, pra ministri i mbrojtjes së SBA-ve, por është një test me famshëm të Trumpit që u vazhduan kështu, punë e madhe fort, janë europianët që jetosojnë, jo neve, sepse neve amerikanët nuk kemi nevojë për hidrokarbure, janë europianët që varen nga hidrokarburet e gjirit të Hormuzit. Nga tjetër kemi që sipas një parashikimi të revistës The Economist, Partia Republikane e Donald Trump pritet që të pësojë humbje në zgjedhjet e ndërmjetme të nëntorit. Si e komentoni këtë? Ka kohë, nuk është ka kohë që këto vite që sondazhet janë shumë dobët për Trumpin, janë sot 65% e amerikanëve që sot mendojnë se shtrëngtimi i jetës, shtrëngtimi i çmimit të karburantës në SBA, nëse SBA prodhon naftë dhe gaz, patjetër është aty për të çmimi. Kjo sipas amerikanëve i detyrohet pra veprimet të pamatura të Trumpit me Iranin. Kështu që jashtë janë me 99% që i humbet zgjedhjet edhe biles perspektiva është dhe më e errët sepse bëhet fjala jo të mbasi Kongresin, por mund të mbasi edhe Senatin. Je pastaj që mund ta çonte Trumpin drejt një impeachment dhe as mos sa mbetet fare mandatin e tij, nëse të dyja dhoma pra Kongresi dhe Senati ribien në dorë të demokratëve që më njëherë fillojnë një procedurë impeachmenti. Kjo nuk është surprizë për asnjë. Por e keqja është se në Evropë tani të scenari urojnë. Të gjithë sot urojnë që Trump ai s'mund të bjerë për faktin duke humbur Kongresin, ti kufizohen fuqitë. Por edhe para zgjedhjeve ka një takim të madh legjislativ. Pas një muaji Trump është detyruar të kërkojë vëbesimin nga Kongresi për zgjatjen e luftës në Iran. Me pak fjalë, kur të bëhet hyrë në një konflikt ushtarak, deri 2 muaj, konflikti mund të bëhet pa përkthim në Kongresin. Nëse konflikti i tekalon 2 muaj, atëherë duhet përkthimi i Kongresit. Pra, Trump është detyruar në fund të majit ti vetohet Kongresit, por kush janë ata sot kongresmen republikan dhe guxonin jepnin votën për kthim në Iran,
me riskun që marrin pastaj mbrapa të humbasin zgjedhjet në zonat e tyre, sepse elektorati do i thoshte jeni përgjegjës për rritjen e çmimeve. Pra, ka një situatë e brendshme, mjaft kritike Donald Trump me këtë luftë me Iran. Luftë e fshehtë qiellore, a është duke u shembur Wizz Air apo Ryanair po luan bllofin, pasi Wizz Air ka deklaruar se ka rënë me 26% që nga fillimi i vitit, ndërsa Ryanair nga ana tjetër nuk ka të njëjtën rritje çmimesh. Kur të pyetje që më tek kalojnë, nuk mund të përgjigjem, pastaj janë mund të jem ekspert për gjithçka, këto janë pastaj nuk di të përgjigjem këtë pyetje, sepse Po mirë, a ndikon, sta po ndikon lufta në... Këtu mund përgjigjem, po pastaj jam mjaft të them për çdo ndërmarrje se sa e ka shëndetin e vet ekonomik, por më tepër Wizz Air që nuk është për ku i në Francë, një kompani që ka një njëjtë të madhe në Perëndim. Po, Ballkani kuptoj. Atëherë, shiko, industria aeronautike ka parë situatë shumë më të keqe sot, ka një situatë e Covid. Apo jo. Dhe mbjetuan. Po. Mbjetuan edhe kështu që tani shpresoj se situata në Iran nuk do të shkojë aq sa po shkon me sa shkoi Covidi. Gati një vit. Ja kompani ka kryer rezerva, kështu që nuk e që thoni ju do të parë cila është si thuash pjesa më e madhe e rrezikut që po ndikon në ekonominë e këtyre kompanive është rënja e fluturimeve në atë zonë, apo është rritja e çmimit karburanteve. Te këto dy janë shoh element lehtësues. Nuk e besoj se Wizz Air dhe Ryanair e kanë lidhur suksesin e tyre ekonomik, aktivitetin e tyre ekonomik me udhëtime drejt zonës të Hormuzit. Nuk e besoj. Ka shumë të tjera ku nuk ftojnë. Kjo nuk është kjo që po shkakton atyre alimentimin. Përsa i përket çmimit të karburantit, sot këto kompani po bëjnë gjithëra po dinire, nëse u thoni këtë moment, çmimet e avioneve po rriten. Pra, ai dëm që mund të pësoj, ose njëti udhëton në pakte, pse rritet çmimi i biletës avionit për shkak të rritjes çmimit të karburanteve, kjo rrezik se ka vetëm Wizz Air dhe Ryanair, kanë gjithë tjerë. Po do të them po ashtu që ende kemi hyrë në një fazë ku bota me vërtet do quhet që është në stadin e një shoku të hidrokarbureve, shoku nafte që e të bota në këtë vit 74 përgjithsisht. Ende si me të fikse sepse dhe një herë mjafton një deklaratë të Trumpit dhe çmimet ulen, mjafton prapë deklaratë të çmimet rriten. Sot për shembull, në moment që flasim, ka rënë çmimet sot, ka rënë $100. Pse? Nga që u zgjat dje, lajmi, u zgjat 3 javë pra pushimit. Pra gjithçka është më shumë po vuajmë nga pasiguria, pra nga mënyra nga pamundësia të lexuar të ardhmen, sesa nga ai që po ndodh realisht, dhe realisht po ndodh në gjë e madhe, thotë. Dhe një herë çmimet për sot pranë. E para, e dyta, më shumë se sa Ryanair apo Wizz Air dhe një zot hyn në çdo kompani, për mua është rrezik kryesor që ndron tek popullata punëtare efektive në Shqipëri, në Francë, kudo. Sot, me kaq sa ka ndodhur sot, pa shkuar edhe më lart, parashikimet janë që inflacioni vjetor 2026 do të jetë 5%, që është të mërshë 5%. Do dini që Europa Perëndimore ka 2% nivelin. Shqipëria maksimale ka 3%. Ku ka këto nivele, pastaj do ndërhysh. 5% për vit. Dhe nëse zgjat kriza në Iranin, vitin e ardhshëm dyfishohet shkon inflacioni në 10%, që është pastaj është një çmenduri. Kjo e tekalon edhe një herë kuadrin e Ryanair apo Wizz Air, që shpesh janë kompani Ryanair, pra duket është Irlanda, Wizz Air duket është Hungaria, janë shpesh edhe krenari kombëtare që një më caktuar shtetet kombëtare të këtyre vendeve që të do bëjnë edhe ato një gest për të ndihmuar financiarisht, siç për Franca shpesh, siç për Franca në Covid, Air France që i dha 7 miliardë euro. Kështu që nuk aty vërtet që shihet rreziku, të paktën për popullatën lokale, na vjen keq për të kompani, por nuk është se shqiptarët apo francezët apo anglisët do i thënë më keq apo mirë nëse ndodh se bie Ryanair apo Wizz Air ekonomikisht.
Thank you.